Pas mbledhjes së Këshillit të Ministrave, u komunikuan vendimet e marra këtë të mërkur në një deklaratë për gazetarët nga Ministri i Arsimit Mirela Kumbaro. Kumbaro foli për procesin e integrimit të vendit në Bashkimin Evropian. Ajo deklaroi se qeveria ka trefishuar buxhetin për kërkimin shkencor. Mbyllëm sot me vendim të Këshillit të Ministrave aktin e 12 nën ligjor në zbatim të ligjit për shkencën në Republikën e Shqipërisë të vitit 2024, që është një paketë shumë e rëndësishme për organizimin e institucioneve dhe të kërkimit shkencor në përgjithësi, në përputhje me direktivat dhe rregulloret e Komisionit Evropian dhe të Bashkimit Evropian. Një tjetër kriter ka qenë edhe plotësimi i i kërkesës për të rritur investimin për kërkimin shkencor, krahasuar me vitin 2022 e kemi trefishuar nivelin e buxhetimit të kërkimit shkencor. Ministra gjithashtu foli për shqetësimin që po qarkullon së fundmi, ku pranë shkollave shfaqen automjete të dyshimta, duke pretenduar se përbën një rrezik për fëmijët. Kumbaro u shpreh se ka një bashkëpunim mes Ministrisë dhe Policisë së Shtetit për këtë çështje dhe masat e sigurisë janë në garantim 100% të sigurisë së fëmijëve dhe institucioneve arsimore. Dua të siguroj ju personalisht, zonjën që ju ka shkruar juve, pra dhe çdo qytetar tjetër, por sidomos të gjithë prindrit, që masat e sigurisë në të gjitha shkollat tona janë në garantim 100% të sigurisë të fëmijëve dhe të institucioneve arsimore. Nuk e them thjesht me fjalë, por e para, ne jemi në një bashkëpunim 100% me policinë e shtetit. Kumbaro përmendi dhe projektet dhe aktivitetet pas shkolle për nxënësit, si dhe njoftoi se shkollat do pajisen me hapësira për të konsumuar ushqim.